Plazhi dhe parku i pishave në Zvërnec, një prej plazheve më të mëdhenj në vend, u pastrua nga aktivistë të Korpusit Shqiptar të Vullnetarëve, lëvizje e cila për të tretin vit me radhë çdo pranver pastron Bregdetin. Për fat keq jemi pothuajse të njëjtën situatë ndotjeje. Plazhi dhe sidomos parku i Zvërnecit është një nga mjediset aktualisht më të ndotura në gjithë Bregdetin shqiptar. Një papërgjegjshmëri totale kryesisht e bizneseve që ushtrojnë aktivitet përgjatë këtij bregu në këtë zonë turistike. Një apel i fortë që tashmë shkon vetëm për pushtetin vendor, pasi jam i bindur që pas kaq kohe kur ne kemi punuar dhe apeluar, sensibilizuar shoqërinë sipërmarrësit që hedhin mbetjet në park nuk mund të sensibilizohen. Thjesht duhet të penalizohen dhe ndërshkohen që të mos shkatrojnë më këtë mjedis përmes hedhjes së mbetjeve. Më së 150 vullnetarë u rikthyen këtu, dhe sipas tyre gjendja do të duhej të kishte ndryshuar përgjatë këtyre viteve, por ky nuk është realitet në Zvërnec. Aty ku bizneset vijojnë të hedhin mbetjet në parkun e pishave, i cili ndonse pastrohet çdo vit, është sërish në këtë gjendje. Megjithë këtë, vullnetarët vendosën të hiqnin edhe këtë herë mbetjet e hedhura nga bizneset, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre aty. Apeli im është që ato mbeturina që kalojmë kohët e bukura në Bregdet, t'i marrim me vete një qese të vogël e t'i hedhim në koshin më të afërt, sepse është vërtet për të ardhur keq që u bën 8 vite që Korpusi rikthehet në Vlorë dhe gjendja është po e njëjta ndotje dhe bizneset që ndodhen këtu janë pikërisht ata që ndosin. Sidomos ai pirgu me mbeturina atje skandaloze dhe bizneset që janë këtu duhet bërë diçka për këtë. Pastrosh mjedisin nuk do të thotë mbledhësh mbetorinat e tjerëve, sidomos mjediseve private. Pjesë ndotur nga lokalet duhet që të themi njerëzve të sensibilizohen dhe të mbajnë më pastër mjedisin dhe aq më pak zonat private bashkia duhet marrë masa për këtë dhe të gjobviten më mirë për të mbajtur mjedisin pastër. Prej plazhit dhe parkut u hoqën rreth 2000 thas mbetjesh. E çelur në nisje të muajit prill, fushata e pastrimit të plazheve të Korpusit të Vullnetarëve do të vijojë edhe përgjatë muajit qershor. Vullnetarët shkojnë për të pastruar çdo fundjavë një plazh të vendit.